Po me Kadri Veselin edhe Hashim Thaqin, a i një takuar në erë gjatë luftës, se ti ke qenë në pjesë e G2-shit. Kadri Veselin unë nuk e mojnë men kështu personalisht, pse është e mundshme që kemi mujtë mu taku e ndonjëkun. Presidentin, do me thonë, Hashim Thaqin edhe si drejtor ka qenë zavendës gjatë vitit 98 i drejtorisë, cilin Adem Demaci për i Prishtinës e ka udheq. Një natë gjumën e kumbohe në vitin 98, 31 gusht, një shtator në fshatin Drenoz Zatriqit, ka qenë Bistim Zerapi, shefi shtabit përgjithshëm ushtrisë shqiptare të Kosovës, Hashim Thaqi ka qenë Recep Selimi. Çka keni folë aty, atë kujtohet në fjalë? Aty është folë si mu organizu sa ma mirë dhe me zhvillu luftën sa ma mirë, me humbje sa ma të vogla, dhe kretë është marrë edhe një vendim atë notë mirë, po ky vendim për shkak zhvillimeve, si ata që thash në plazë Antoni ku gjetë dhe ku na imi gjetë, zhvillimet e bojnë vetën. Unë jam koni caktum nga shefi Bistim Zerapi, si komandant i një brigadës që me marë përgjithësinë dhe ku marë, me themelu brigadë sulmuse, si në Bosnë që kanë qenë, apo në Kraci. Brigadat sulmuse janë brigadat elite e sene, mirë po zhvillimet e luftimeve me 3, 4, 5 shtatorë në ato pjesë, në ato fshatrat komunës Travecit e bojnë vetën, dhe ne si shtab vendosmi dalmi komplet zbashku në Shqipëri, ku kemi arritë në Vlahen, nga Vlana kemi vazhduar në Krum, dhe imi konë pa lek, pa financa, pa ushqime, mirë po për ato kanë qenë bazat si në Vlahen, si në Shpesher, shpesher është vënë më dyshje, dhe me thonë figura e ish presidentit Hashim Thaqi, jo ka qenë larg via frontit, jo s'ka marrë pjesë, jo ka marrë pjesë. Ti si personalisht, si ushtar dhe si komandant, çka mendoni për këtë? Ai ka pas rolin e tij. Unë do me thonë e kum taku në zonë të luftës, në Drenoz Zatriqit. Unë jam një prej atyne që kemi bon furnizim dhe kemi sjell armatim nga Shqipëria dhe në Drenicë. Kom vepru edhe një sitin e hekuri në vitin 98. Kom vepru edhe në brigadin 124 Gani Pacharizi në Drenoz Zatriqit, ku kom qenë, do me thonë, në ardhjen e njerëzve shtabit përgjithshëm, që ceku me emër, kom qenë komandanti batalonit parë, ku komandanti batalonit parë, do me thonë, mungesë të komandantit brigadës dhe komandantit, zavendës komandantit i zavendëson, udhëheq. Po, me Musa Smolin, në fakt, a jemi taku në herë, snajperistin e Koshorës që kena pos në misionat? Nuk kum kujtohet mirë, po rrëfimi që e ndëgjoj, bash më ka interesue se atë njeri unë nuk më kujtohet, po kështu më duket bindës, po jo snajperist profesional. Pse? A i thot që ka sjell snajperin e ka sjell nga Amerika? Kjo është fantastike nëse dikush kishte me arrit me ardhë një ushtar i armatosur me snajper, ose me një ardhë me dëbrezit nga Amerika në front dhe mos me pas asnjë pengesë gjatë aterimeve, gjatë kime dyshje për figurën e Musa Armet Smolin? janë sjell në forma tjera. Pa ka qenë snajperist burë, Musa Smolin? Snajperist profesional janë të rallë. Snajperist... Pa ka morë pjesë luftën e Koshorës a ju? A i thë që pu edhe më konë Po, snajperist? si pas asajna që i spjegon a i ka qenë në Koshare. Mirë, po si pas rëfimeve, pozicionimeve, edhe gjërave që i spjegojnë shumë, jo veç a i, atëre, po më detyron me thonë një rast i këmë thonë, po ta ndëgjojmë çdo ushtar veç e veç, edhe numrin që në shtu,
dalin 80 milion sërë. Çka do me thonë me këto që Musa Smoli s'ka qenë pjesë e Dalin luftës? 80 milion, jo, du mi veç me tregu konkret. Pa ka qenë në burra s'ka qenë se Ushtari jam i s'ka qenë. Po teja ke po, se ti kene shumë koshore. Njësin të mi ju, se... A e taku në e në koshore me to? Po se s'ku mujtë me taku, se unë edhe shefqet Krasniqin, në rejtë të për musin e në ku të mujtë me taku. Musin personalisht, me emin edhe si musin e se mojnë. Ti ki më dyshë, se thoi pak më herë me bu Jo me dyshë, nuk thash. Ai duhet me trigu ka pas komandant. E tha që ka qenë me Fadilin, ka pas. Normal me Fadilin t'ja mbulojnë që ka qenë komandant, s'mu jeni me folë për Musa Smalin edhe Mustumi ku... Jo, vish për të se e kena pos në emision, por. Unë e thash mendimin që snajperist profesional ju. Po, për Kadri Vesilin e keni thonë një nga intervistat të jueja që ka qenë, dhe me thonë edhe ka morë pjesë edhe në një farfur me ta quj shiku një, po të më thonë shërbimin informativ edhe të vijës institucionaliste, të Ahmet Krasniqit, Por se pas mbledhjes nostro ka pas pajtim, nuk ka pas... Dërmjet kuj? Mes vijës institucionale dhe shtabit përgjithshëm. Konkretisht kuj? Po, kanë qenë... Ahmet Krasniqi edhe Xhavet Haliti, apo? Normalisht, këto dy figurat kanë qenë kryesore, normal pasojnë edhe tjerat si Azem Sylla. A i takuni me personalisht me Azem Syllin, falë ku për që? Po. Cili ka qenë roli Azem Syllin si pas jush? Une rolet vërtet se u pas interesuën atë ku për role, kisha hup ko shumë. Unë e kumë pas sënimin gjithmonë edhe e kumë pas fokusimin të luftimet të ushtria që sa ma tepër të jam zonat e luftimeve. Mirë po, gjitha takimet që i ju kumë ka pas vizitu në e nëse s'ka bëj me Gjeladin Goshin, Plokun edhe me Jakub Krasniqin? S'ka pas mundësi mu me vizitu asë kur se unë asë në Papa. Në Shqipëri ju ka vizitu? Në Shqipëri po i mi taku të rastit në vendet tjera, po në Papaj kur i kanë bo vizitat gjatë mujit mars 99, unë e kumë qenë në brezin kufitar, edhe kumë qenë me një numër të vogël të ushtarve, edhe pse në thyrjen e kufirit i kam vetëm dhe të ushtarë me mu 11, dhe do të se jesë bërsh se tash po dalin asi që nuk ishin lakmun pozitën teme fort, edhe kishin pas qef me konë komandant Kobra, edhe po gjinin edhe gazetarë neje, cilët i quajnë ushtarë, cilët kanë sabotu luftën, i quajnë me nofken Kobra. Kobra ka qenë një, kumë qenë vetëm unë gjatë këtë luftës. Vëzhgimet cilat ju në realizue, kumë qenë vetëm unë përgjes. Jo, vetëm du mi përmen